Në moment mjaft i sikletshëm është regjistruar mbrëmjen e djeshme në prajmin e Ferma VIP, ku një prej konkurrentëve i është drejtuar Arbana Osmanit, moderatores, me një fjalë mjaft ofenduese. Për të folur mbi çfarë ndodhi aty, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Tirona Lili. Tiron, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi për mua. Faleminderit shumë dhe faleminderit që u rikthyet pas shumë kohësh në VIP Magazin. Është kënaqësi gjithmonë. E vërtet, sinqerisht të angazhuar shumë, por si gjithmonë ngjarjet që ndodhin në showbiz nuk të ndajnë dot nga VIP Magazin dhe shqyr ku të kemi. Tiron, si e patë gjithë episodin e mbrëmshëm ku le të themi që ka marrë gjithë vëmendjen e shqiptarëve sot? Tani episodi i mbrëmshëm realisht ishte një episod shumë i sikletshëm, një episod i paralajmëruar. Do të bëjmë një përmbledhje të ngjarjes që nga lufta që nisi mes Adionit edhe Mimozës, një luftë e turpshme, realisht nga një djalë i asaj moshe, të etiketoj një grua me një bagazh siç ka Mimoza, me epitete të tmerrshme, epitete që nuk qëndrojnë fare te Mimoza, është për të ardhur keq, por ai e mori dënimin e tij dhe në fakt e priste këtë dënimin. Më pas ngjarja që erdhi pas daljes së Adionit nga Ola në ferm, ishte një ngjarje jo e menduar gjatë nga ana e Olës, sepse mendoj që Ola kishte ndërtuar një mendim që po t'ja them unë Arbanës këtë gjën, unë do të marr duart trokitjen e publikut, unë do të jem e zonja, publiku një herë përgjithmonë do të ngritet në këmbë dhe të thotë që Ola mirë bëre sepse këtyre lloj reality show duhet t'ua plasësh në fytyrë, sepse kemi patur disa raste kështu kur është paragjykuar produksioni për një gabim që mund të bënte brenda në fermë. Por ti drejtohesh një gazetareje apo një moderatores me përvojën e Arbanës, me bagazhin e Arbanës, me epitete që realisht unë e di që media na cenzuron, por ne duhet i përmendim sepse u bë më publike, me epitete kuçk, është ofendimi më i madh që mund t'ja bësh vetes. Por e gjitha kjo, në qoftë se ne mund ta marrim si një fotografi e planifikuar nga ana e produksionit, nuk mu duket tillë. Fillimisht një herë ne e dim shumë bukur që Ola ka një marrëdhënie familjare me Eduardin, kështu tregohet, sepse nuk ka patur deklarata nga familjarët e Olës për situatën, nuk ka patur një deklaratë nga vllau i Olës për këtë situatë. Ndoshta publiku edhe mund ta lidh sepse kanë origjinën e njëjtë, Eduardi nga Shkodra, Ola nga Shkodra, dhe mund të ndërthuren si kushërin, por gjithsesi është një situatë e neveritshme. Por nëse ka qenë një orkestrim i produksionit, nuk mund ta besoj si orkestrim, sepse nuk ma merr mendja që një moderatore mund ta lejoj veten të sillet një personazh nga brenda fermës me të në atë formë, sepse është ulje e nivelit të saj, por mendoj që Arbana diti ta kontrollon situatën, e kontrolloi situatën, por kjo gjë jo se ndikoi tek Ola. Unë kam pritur që sot Ola të drejtohet tek kamera, të kërkojë një falje, të kërkojë një falje Arbanës për gjuhën e përdorur, por përkundrazi, ajo ka një vetbesim që domethënë ka vepruar ashtu siç duhet, sepse të njëjtën fjalë produksioni sipas saj ja pas ka toleruar Mimozës. Si e patë menaxhimin që i bëri Arbana Osmani situatës, ku në fakt ndryshe nga ç'pritej që mund të ndodhte edhe një përjashtim në moment, Arbana Osmani zgjodhi që të kishte një menaxhim mjaft të qetë të situatës, e madje duke bërë dhe një lloj deklarate që në fakt ajo çfarë e bën një njeri është si reagon, jo po themi nga ofendimi që merr. I nderuar, unë mendoj që Arbana bëri një sjellje siç duhej ta bënte. Tani ne të gjithë kërkojmë përjashtimin e Olës, mendoj që Ola është në një televotim ku publiku do të merr vendimin, por duhet kuptuar që brenda në këtë fermë duhet të ndërtohen polet e fermës, domethënë duhet krijohet lufta. Këto banorë luftojnë për 200.000 euro. Tani duke e njohur formën e produksionit se si funksionon, nuk ma merr mendja që Ola do ta ketë të lehtë, nuk ma merr mendja që Ola do të ketë një qasje siç e ka patur me Arbanën, do të ketë pak cenzurime nga ana e produksionit,
por mendoj që Arbana veproi ashtu siç duhet të vepruar si moderatore. Sepse tani nëse këto si produksion do të ngrihen të nxjerrin të gjithë banorët nga shtëpia, atëherë le t'i vëjnë çelësin fermës dhe le ta mbyllin. Qëndrimi i Arbanës ishte shumë i bukur, prita pak qëndrim më të ashpër me thënë të drejtën nga opinionistët. Opinionistët nuk folën fare, sepse në fund të ditës për atë punë janë. Por Arbana u tregua një zonjë vërtet dhe e tregoi edhe një herë nivelin e saj, që do të thënë nuk është moderatore e thjeshtë siç edhe e paragjykonin apo i shkruanin në një lloj mënyrë të urrëties kur gjykoheshin në performate banorët si në Big Brother ashtu edhe si në Fair. Mendoj që me lëvizjen e mbrëmshme Arbana ka pastruar shumë rrugë të saj që i kishte të mbushur me balë nga njerëz të paprecedent që hidhnin vetëm truall mbi të. Tirana, të bën përshtypje reagimi që bëri Arbana Osmani, pasur parasysh që sigurisht që nëse është kushërira e Eduartit, ajo bëri një reagim mjaft të qetë, se po themi të vjen shumë i natë nëse një ofendim të vjen nga një person që ti e ke në gjak, ë? Nuk ishte reagim i qetë, ta themi i trosh, do të thënë Arbana tani ishte me make-up e mbuluar, po ta shikoje pamjen e Arbanës. E mbajti shumë veten. Unë mendoj që Arbana ishte në atë moment e detyruar që ta mbante veten, se Ola u soll jashtëzakonisht shumë gangstere, po lëre që u soll Ola, por edhe Gresa, nuk e di sa e pe këtë pjesën, që Gresa do të thënë i ktheshte me një tonalitet të tmerrshëm Arbanës, opinionistëve, po ishte një ngjarje. Po pra, si zë i dytë, po ishte një ngjarje në ngjarje. Pse them ngjarje në ngjarje? Se Arbana ishte duke e sqaruar, do të thënë po merrte momentin të sqaron rastin ku Ola i gjuajti bujakës me lëng, që unë realisht nuk e quaj normale që ti ta ofendosh sponsorin në atë formë, se fundit këto formate nga ato sponsor mbijetojnë, dhe nga ky momenti që Arbana dëshironte që t'i flet Olës edhe Gresës për kulturën e shprehur, që ishte një kulturë jashtëzakonisht e ulët, Arbana mori epitetin kuçk, një epitet që mua më tronditi. Por mendoj që Arbana u përmbajt, por produksioni tani nuk do të përmbahet kundër drejtolës. Të jemi të sinqertë, ne e dim shumë bukur që produksioni ka fuqinë që edhe gjatë qëndrimit të saj në fermë, do të thënë t'ia vështirëson aq shumë lojën gjatë bisedës që ajo ka në dhomën e agajit me psikologët, që edhe mund ta degradon edhe më keq. Do të thënë, unë mendoj që produksioni ka fuqinë të ta pi gjakun në pambuk avash avash. Ku e merr Ola këtë guzim sa të shkoj sa të ofendoj edhe moderatoren dhe jo një moderatore do si do, po Arbana Osmani? Mendoj që guzimi vjen nga vetbesimi i tepërt, nuk arrin dot të marrin informacionin, kanë kuptuar një informacion deri diku që Mimoza është e preferuar jashtë, kanë kuptuar një informacion që Mimoza ka famë jashtë, por nuk e kuptojnë dot që është shndruar në fenomen, do të thënë nuk e kuptojnë dot që mbahen debate televizive për të. Nuk arrin dot ta kuptojnë strategjinë e Mimozës, që Mimoza ka përzgjedhur strategjinë sinqeritetin dhe veten e saj, do të thënë nuk është duke bërë një njeri tjetër, dhe duke e parë që Mimoza i merr të gjitha të mirat e asaj ferme, i merr të gjitha duartrokitjet e asaj ferme, këto vajza kanë krijuar një profil negativ që unë e kam thënë gjithmonë kur kam dhënë intervista, reality show si Ferma ose si Big Brother, ose të rëmben ai ty ose ti rëmben atë. Dhe në këtë rast e ka rëmbyer Olën, i ka krijuar një vetbesim që në fakt më tërhoqi pak vëmendje natën e mbrëmshme kur e tha që unë jam Ola e Lezaj dhe nuk lë njerit më shkel si për meje, që do me thënë të drejtën, të jemi sinqert, unë nuk e kam njohur më herët, dhe unë këto vajza, si Gresën, si Olën, i kam njohur për herë të parë në fermën VIP, dhe mendoj që duhet jem falenderuese që ua kanë hapur derën, sepse ishim pa identitet më herët, por mendoj që vetbesimi i madh është një histori e ripërsëritur, ne këto gjëra i kemi parë dhe në Big Brother, personazhet që kanë krijuar këtë lloj vetbesimin kur kanë dalur jashtë kanë ulur kokën. Dhe mendoj që e njëjta karma do të jetë edhe tek Ola, që në momentin kur do del jashtë me atë që ka ta shikon, domethënë ato urrëtie të madhe që ka krijuar tek publiku për fjalën e thënë,
dhe më e keqja është që edhe nuk grihet të kërkon falje për veprimin që ka bërë, mendoj që do të reflekton dhe do të kërkon falje, ndoshta edhe duke nxjerrur Arbanën në status për ta bërë këtë falje publike. Por mendoj banorët nuk kanë bërë një strategji nga jashtë, janë shumë pak ndjekës të këtyre formateve, nuk din lojën ta luajnë, nuk e kuptojnë lojën dhe ndikimi i të gjitha mendimeve negative, ndikimi i të gjitha informacioneve dhe ndikimi i lojës, sepse ndëgjova mbrëma Dionin që thonte Mimoza të provokon dërbuz. Okej, e ke dhe ti mundësinë provokoj Mimozën, ti për çfarë je në atë shtëpi? Ti nuk ke shkuar aty të hash të flesh edhe trish, ti ke shkuar të marrësh 200.000 euro. E ke mundësinë provokoje. Do me thënë, mos të diturit ta luajnë lojën, i sjellën këto në nivelin ku janë. Situata e Olës është thjesht vetbesim i tepërt dhe duke menduar që është një faktor i rëndësishëm. Si ke parë qasjen e banorëve ndaj Mimoza Ahmetit dhe veçanërisht edhe të Ilir Shaqirit, i cili fakt duket sikur ka marrë një kosto negative në publik lidhur me qasjen e sjelljes që ka ai ndaj Mimoza Ahmetit? I nderuar, historia na ka treguar që banorët të cilët kanë rihyrë në formate të këtilla gjithmonë ka dështuar. Tani mos t'i numëroj një për një, do me thënë kush ka rihyrë për herë të dytë, por më besoj që gjithmonë kanë dështuar. Do me thënë nuk kanë mundur që të marrin atë të mirën që e kanë marrur në formatin e parë. Tani Iliri kishte një fotografi nga jashtë, se çfarë imazhi kishte Mimoza, çfarë qëndrimesh kishte Mimoza, çfarë fenomeni ishte shndruar. Mendoj që Iliri është rritur shpirtërisht me këtë egon e këtij artistit të pazëvendësueshëm dhe kjo ego e artistit të pazëvendësueshëm e ndjek edhe brenda në ferm. Ai do me patjetër që ta kthen të gjithë shtëpinë kundër drejt Mimozës, ka gjetur ca dele aty që janë në moshë të re dhe që nuk e kuptojnë lojën e Ilirit. I funksionoi kjo gjëja, i funksionoi sepse unë brëme kam ndjekur edhe në orët e vona, do me thënë Iliri mbante mbledhje prindërore jashtë tek zjarri që i mësonte fermerët se si duhet të qëndrojnë me Mimozën, se si nuk duhet të afrojnë Mimozën, dhe sot luante kartë tjetër, një kartë edhe më të fortë, do me thënë natën e mbrëmshme e përdori sonin duke ja vënë në dukje karrierën e saj, duke ja vënë në dukje situatën që ajo është një artiste mrekullueshme dhe nuk duhet të qëndrojë në ferm në këtë gjendje, dhe do me thënë duke nxitur fjalë për Mimozën dhe sot shkon i thot Gresës që Mimoza nuk ka folë gjë të keqe për ty, realisht ai e bëri të gjithë të situatën që Soni e nxori këtë fjalë. Do me thënë të tregova thjesht një situatë. Dhe unë e kuptoj që në ferma VIP apo në Big Brother duhet kemi dhe personazhin pozitiv, duhet kemi dhe personazhin negativ. Iliri në formën e tij është duke luajtur me të gjitha kartat që t'i djeg banorët dhe të shkoj kokë më kokë me Mimozën në finale. A do të shkoj kokë më kokë me Mimozën në finale? Me patjetër që po, sepse këto janë komplet skuadra e Ilirit. Unë e thash ditën e sotme që kam bërë një komentim. Do me thënë, në shtëpi kemi dy pole, kemi polin e Ilirit edhe të Olës tashmë që në fakt Ola po shkrihet, dhe kemi polin e Mimozës. Në polin e Ilirit janë të gjithë banorët, ndërsa në polin e Mimozës kemi vetëm bujakën. Dhe tani këto dy koka janë duke luftuar për njëri tjetrin, për të shkuar në finale luftojnë. Do me thënë që të ngjiten në podiumin kryesor. Dhe mendoj që Iliri e ka përzgjedhur këtë gjë në mënyrën më të keqe, duke mos e ditur se si ai del jashtë. A do të ketë ndryshime Iliri? Me patjetër që do të ketë, se momentin që ai do ta shikon veten se në çfarë niveli ka arritur dhe se si komentohet, me patjetër që do ndryshon. Unë e shikoj më së shumti një lloj inati, një lloj xhelozie nga ana e Ilirit që ai dëshiron që të dominon i pari dhe dëshiron që ta fiton edhe këtë fermë, edhe pse unë mendoj që Vula është tashmë e vënë drejt Mimozës për ta fituar këtë format. Tyron, çfarë e bën kaq veçantë Mimoza Ahmetin? Mimoza Ahmetin e bën të veçantë sinqeriteti i saj, e bën të veçantë njeriu që është. Mimoza është zëri i popullit, nëse e kupton. Do me thënë ajo mundoj që të jetë e thjeshtë, është një banore që është më e thjeshtë se unë edhe ti, me thënë drejtën. Do me thënë qëndron aq e butë, aq e dashur, aq njerëzore. E bën të veçantë lufta e madhe që ka bërë në jetë për të siguruar një të ardhme dhe nuk ka arritur dot ta siguron. E bën të veçantë mosvlerësimi që kanë bërë institucionet kundër drejt saj, edhe shteti në tërësi, që do me thënë një fenomen si Mimoza e ka lënë në këtë vuajtje që ne po dëgjojmë. Ne kemi dëgjuar që Mimoza ka probleme shumë të rënda financiare.
e bën të veçantë që kjo grua gjithë jetën është munduar që ta flet fjalën e bukur dhe fjala e bukur nuk është dëgjuar. Dhe në momentin që Mimoza kishte humbur shpresën, del një Arbana dhe një Eduard, e ftojnë në një reality show dhe Mimoza rikthehet në moshën që është dhe rikthehet më e fuqishme. Unë mendoj që të veçantë e bën Njerëzilliku, sepse edhe pse ai djalë Adioni mbrëm, çfarë nuk i tha Mimozës, e quajti bushter, e quajti nga fjalët më të tmerrshme, domethënë nënën e vet, se Mimoza është në moshën e nënës së tij, përsëri Mimoza që natën e mbrëmshme deri më sot është e mërzitur për atë djalë sepse ndjet fajtore për daljen e tij sikur ajo e ka nxjerr nga ferma. Dhe mendoj që kjo e bën të veçantë Mimozën. Shpirti i saj i pastër është njeri mbi të gjitha, do të thënë nuk e vë as famën, nuk e vë as suksesin para asgjëje, e vë vetëm shpirtin e saj, njerëzillikun. Tiron, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi dhe shihemi në intervista të tjera. Faleminderit shumë i dashur, kënaqësi ishte edhe për mua.